Ka qenë goxha e vështirë, në moshën 23 vjeçare, të shifsh ti për shembull fëmijë 1 vjeçar ose një non 90 vjeçare, edhe jo vetëm vrarë. Vendimi për të bërë një nga figurat më të spikatura të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Bekim Shytit, i lindi nga dhimbja. Në një moshë të re, pamje të rënqethse pas masakrës në familjen Jashari, të cilat i dokumentoi edhe vet, e bindën se më nuk kishte kohë për të pritur. Nga këto u përmbys robëria dhe filloi liria. Nëse na nuk i rrokum poshtë për liri, do të na ndodh edhe neve në familjet tona kësaj. E arrita qëllimin që fotografitë që unë i zhvillova këtu, i pa gjithë bota, edhe unë vendosa që t'jem ushtar i Adem Jasharit, ushtar i UÇK-s. Koincidencë se në një obar, 2 shtëpi, zona operative e Shalës dhe zona operative e Llapit. Qysh me i thonë Baci Sadik që tu ka vrarë djali. Kur ka shpërthyje, kum pa sefen që ka ra, i kum bërtit në tokë, djem se e kapi sefen, unë akoma para në tokë, kum grit ta kapi sefen për rripit ta tërheku, edhe ato si kur të fotografon dikush para syve, ka shpërthy granata e dytë dhe më ka marrë mu. Une me dek po pa javdhon që të dhurata shkjeve kërë. Para me në të furnizohesh me shpin, me krah, me kuaje, me mushka, e kur nanën tjetër, Serbia ka dhe miga, pushka me e madhe, pushka me e fort, e UÇK-s ka qenë morali për liri edhe për pavarësi. Kur kemi shku një sija speciale, ata, erdhen këta qelat, na po ikum, po na NATO si jemë vllarën edhe jo të luftojna bashkë. Dhe sot jemi të lirë dhe do ta çmojmë se ajo liri nuk erdhi vetë. Ajo liri filloi nga Adem Jashari deri te ushtari fundit atje në Koshare,